Pra profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam i thot Muadhit radhiyallahu an, atë të tregoj me domethënien dhe përmbledhjen e të gjithë kësaj. Ai thot po si jo dërgoi Allahut. I thot pasi e kap gjuhën i thot kuffe alejke hadha. Pra mbaje gjuhën sepse gjuha është ajo e cila sjell problemet nëse nuk flet ashtu sikur se duhet. A nuk ka thënë profeti i Zotit alayhi salatu wassalam, ai i cili beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose të hesht. Pra ka përmendur Allahun, besimin në Allahun dhe besimin në ditën e gjykimit. Nëse njeriu beson ditën e gjykimit, atëherë ka shumë të lehtë besojnë në profetët, në librat e Zotit, me lajket e Allahut, të besojnë në ghaibin, në të fshehtën. Pra i thot kufe alejke hadha, mbaje këtë, i thot, mbaje gjuhën. Dhe Muadhi i habitur sepse nuk e dinte këtë gjë, i thot që o profeti i Allahut, a mos vallë ne jemi përgjegjës për çka flasim? Dhe i thot me shprehjen që e kishin zakon arabët, mos pas nëna o Muadh. A nuk është që njerëzit i hedh më së shumti në zjarr me fytyrat e tyre, të korrat e gjuhëve të tyre? Pra atë që korr njeriu, sikurse ajo kosa e cila korr gjithçka, të thatin dhe të njomin, të mirin dhe të keqin, edhe gjuha shpesh herë, domethënë, korr lloj-lloj frytesh. Pra fjalën e mirë dhe fjalën e keqe, dhe për fjalën e keqe është shpifja, është akuzat, është gibeti, thashë themi, është nemimeja, pra futja e përçarjes mes njerëzve, është gënjeshtra. Madje mund të arrijë fjala sikurse të besimtarët deri në kufër dhe shirk. Pra me fjalë ku jo besimtar të ndryshëm flasin me fjalë të mosbesimit, pra të kufrit, të idhujtarisë. Allahu na ruaj.